po është e rëndësishme dhe duhet ta themi përsëri është se Serbia është vend mafios dhe kushdo që do të vinë pushtet dhe ta mbajë atë, duhet me do e mos të bashkëpunojmë me këto struktura. Dhe Radojčići dhe Veselinovići kanë qenë një nga përkrasit më të mëdhenj të Vučićit që nga fillimi. Pra nuk janë të vetmit, ka dhe shumë të tjerë, po këta kanë qenë, domethënë, ata të parë që i kanë dhënë mbrojtje atij kur është ndarë nga Partia Radikale e Sheshelit, ka qenë e kërcënuar me jetë, si dhe kanë kryer shumë punë të pista, për shembull në vitin 2016 kur bë shembja e asaj lagje Savamala, tashmë po del se Radojčići ka qenë ndër njerëz që kanë qenë aty në terren, pra me buldozer duke i rrafshuar ato shtëpi. Prandaj deri më tani ka pasur një lloj marrëveshje shumë të mirë me këto grupe, por duke qenë se tashmë protestat janë masivizuar shumë dhe ka me qindra mijëra pjesëmarrës, ai nuk është shumë i sigurt se shteti dhe strukturat e shtetit mund ta mbrojnë ta tutje. Dhe kështu bëhet edhe më i varur nga këto strukturat kriminale dhe pikërisht vjen me këto deklarata që për shembull nuk do t'i bënte 2 apo 3 apo 4 vite më përpara. Tash domethënë realisht Vučići është një lloj pengu i Radojčićit dhe njerëzve si Radojčići, pra këtyre kriminalëve të rrugës. Pse mendoni kështu, se duket pavarësisht profilit kriminal që ka Radojčići, lidhjeve biznesore edhe me Veselinovićin, e kemi parë pra kanë dalë investigime të thella rreth kapjes të nderve të ndryshëm. Gjithsesi, për dikë që nuk i njeh këto profile, pse ata janë më të fuqishëm se Vučići? Pse nuk është e kundërta që ai kontrollon këto grupe? Po nuk do të thosha se dikush është më i fortë se tjetri, por se domethënë mënyra se si funksionon shteti atje, për shembull, ta diskutojmë si u rrëzua regjimi i Miloševićit. Kundër Miloševićit ka pasur protesta shumë të mëdha qoftë në 1991, qoftë në 96, por nuk e kanë arritur atë qëllimin, pra qindra mijëra protestues nuk e kanë rrëzuar dot atë president dhe kjo ka ndodhur vetëm në vitin 2000. Të njëjtit njerëz e njëjta opozitë, Koshtunica, Gjinxhiqi e të tjera. Dallimi ka qenë se në vitin 2000 Gjinxhiqi bëri një lloj marrëveshje me botën kriminale të përfaqësuar atëherë nga Legia. Legia ka qenë një lloj kriminali shumë i famshëm në Serbi, por edhe ka qenë një nga pjesëtarët e këtyre njësive speciale. I thanë, na lejo neve të argëzojmë Miloševićin dhe ne nuk do t'ju pengojmë juve, pra një lloj marrëveshje gentlemane. Dhe vetëm pas kësaj u rrëzua Miloševići. Prandaj e njëjta mënyrë e funksionimit do të ndodhte vetëm sot, pra në qoftë se studentët hipotetikisht do të bënin marrëveshje me këto grupe kriminale, kjo do të ishte mënyra vetme për ta rrëzuar Vučićin, sepse me këto protestat paqësore që po bëhen për momentin nuk ka gjasa reale. Dhe pikërisht këtu qëndron frika e Vučićit që ta mos humb përkrajen e këtyre grupeve, sepse e din që nëse humben atëherë ai e humbe edhe pushtetin edhe gjithë tjerat. Po, nga deklaratat e Vučićit ai nuk duket që ka në mendje ta dorëzojë Radojčićin tek autoritetet e Kosovës, që tashmë është një kusht për edhe takim nivelit lart nga zoti Kurti. Si e shihni ju këtë? Po Radojčići këta bandat e tjera janë një nga shtyllat mbi të cilat qëndron Vučići. Tash përsëri t'japim edhe shembuj tjerë. Për shembull ka qenë një nga këta Belivuku. Ka qenë një aplikacion Sky me cilët kriminalët në gjithë botën komunikonin me njëri tjetrin, supozoj se nuk mund të thyej, pra e kishte një lloj mbrojtje shumë të fortë, por policia belge në qoftë se nuk gaboj 3 vite më përpara e theu atë, i mori të gjitha shkrimet dhe i shpërndau me të gjithë agjencitë për sundimin e ligjit në të gjithë botën. Në këtë kontekst edhe në Serbi kontaktuam me policinë e Serbisë, duke thënë se kemi gjetur një farë klani të Belivukut që këta bëjnë krime të llahtarshme, pra i prejnë njerëz dhe domethënë i hedhin lumë copa, gjëra të tmerrshme. Në momentin që u arrestua ai tha unë kam pasur kontakte të drejtë për drejta me Vučićin, kam kryer punë me urdhra të tij. Asnjë prokuror nuk ka shkuar që ta intervistojë Vučićin ta pyes, a është kjo e vërtetë? A keni kontakte me botën e krimit? Prandaj pra Radojčići, Veselinovići, Belivuku, pra gjithë tërësia këtyre janë shtyllat mbi të cilat qëndron pushteti i Vučićit. Ai nuk mund me dorën e vet që ta thyej shtyllën ku qëndron ai, ta dorëzoj Radojčićin në Kosovë dhe çfarë do të thoshte kjo? Kjo jep mesazh pasaj grupeve të tjera kriminale që u thotë se unë për interesat mia ju shes edhe juve. Dhe
kjo vetëm do t'i shtynte ata në anën e opozitës, në anën e studentave, në mënyrë që së bashku pastaj ta rrëzojnë fuqisin. Prandaj po them është peng i Radojqisit, pra nuk ka çfarë t'i bëj, i shkakton problem të jashtëzakonshëm me perëndimin, por se nuk mund ta dorëzoj dot se në moment që dorëzon është edhe fundi i tij. Mirë, dhe si e shihni në këtë mes reagimin e komunitetit ndërkombëtar, ne po e shohim edhe në Bosnjë. Problemet pak a shumë janë të ndryshme në Kosovë dhe në Serbi, sepse në Serbi janë rrugët që ato që po bëjnë, ndërsa në institucione nuk ka probleme, për dallim nga Kosova që ndodhe kundërta, pra në institucione kemi blokad, ndërsa në rrugë nuk kemi edhe aq shumë probleme, dhe në këtë kontekst ndryshimi i pozitave nga ana e Vučićit, sepse po konsiderohet gjërësisht që nëse ai kandidon për kryeministër do të fitojë këto zgjedhje dhe do të zgjedhet përsëri kryeministër, atëherë në rrafshin politik nuk do të ketë ndryshime shumë të mëdha politike sa i përket dialogut me Kosovën, ndërsa problemi pra për ecjen përpara gjendet përsëri te ne, pra nëse jemi në gjendje që t'i krijojmë institucionet dhe të ecim përpara, nuk do të ketë pengesa, por se vetëm ta hapim një klap kështu sa i përket këtij diskutimi, në momentin që po zgjaten këto protesta për ditë më shumë dhe çdo ditë më shumë po vjen në shprehje një grup, le të themi, jo formal rreth Vučićit, që mbron atë nga protestuesit. Pra, çka ka ndodhur me Miloševićin është se protestuesit janë futur në kuvendin e Serbisë, janë futur në ndërtesën e presidencës dhe kanë detyruar Miloševićin që të japë dorëheqje. Vučići, duke pasur këtë parasysh, ka tentuar ta bllokojë pikërisht këtë, duke vendosur një grup njerëzish në atë parkun që po quhet Parku i Pionerëve, pra janë kryesisht këta kriminalët e rrugës që janë aleatët e Vučićit dhe veteranët e luftrave të viteve të 90-ta. Dhe sa më shumë kohë që po kalon, aq më shumë Vučići po bëhet edhe më i varur nga këta, dhe kjo padyshim që ka një lloj efekti shumë negativ në dialog në vendit tonë, sepse e pam edhe deklaratën e tij dje